Laura Fazliou, you are a two-time world bronze medalist. How are you feeling right now? Je medaliste e dy vesh botërore që shpëndiash. Po ndina shumë mirë. Kjo është medalja e dytë që kompletuar në kampionat botës. Normal sot komplet pak më shumë mbi vetës, po prap medalja është medalje. I feel very good. Today I was a bit stressed. I think I could do better, but still medal is medal. What is the feeling, the difference in the feeling between last year's world bronze medal and this year's world bronze medal? What's the difference in the emotion for you? Cili është ndryshimi mes kampionatit botëror vitin e kaluar edhe që ky si vjet. Mas Olimpiadës, me thonë drejtën, kampionatit që ka qenë në kaluar, po mbas Olimpiadës pak kum pas ca probleme me lëndime dhe nuk ka shku pas që shkëndesht. Por prap masi arrita me marrë medalje dhe kampionat është shumë mirë. After Olympics I had some injuries, so it didn't go how I planned, but still as long as I took medal today, I'm very happy. Lovely technique. What a way to win a world medal. How did that feel? Çfarë teknike, po thot, impresive, që shpëndihesh mbas një gjujtje të tillë. Po ndina shumë mirë, normal. Si ta di që kundërshtarin e kam çto e kapi, ky është gol jemi preferuar dhe e di që aty gjujtja s'ka më mungu. I feel great. When I come to this position, I know that I'm going to make a nippon or I'm going to throw something. I'm confident there. There is a huge lineage of incredible judoka in Kosovo, in the Kosovan women's team specifically. How do you feel to be adding to this lineage? Kosova e ka një linjë karuzëve të cilët janë shumë të mirë, suksesshëm, që shpëndihesh më bë pjesë e kësaj linje. Normal po ndina shumë mirë për shtetin tim Kosova, më tashmë e dim që i ka disa 5 medalje olimpike, 3 për këtyre janë tarta, tu janë nis prej trenerës tim, Majlinës, e cila na e ka hap dyrt dhe është shumë mirë, është shumë ndjenjë mirë. Of course, I feel great that I can be part of the team because everyone knows that Kosovo have a great judo. We have 5 Olympic medals. Of course, the first one is from my coach, Majlinda, and that makes me really happy, and I'm glad that I won one of the medals that we've won. It's mine, so I feel great. What's the best piece of advice that Majlinda's ever given you? Cila është këshilla më e mirë që ta kam jap ndonjëherë? Këshilla më e mirë që është kur ndonjëherë nuk kem kohën ashtu mirë, jo motivume. Marina është një person shumë i mirë, si Rana që jashtë judos, në shumë raste kam pas afër vetes dhe gjithmonë më ka motivu dhe prej feminisë kam pas gjithmonë idol. Këshilla? Me ushtru shumë. So, Majlinda is a great person on tatami and outside of tatami. She's been with me through many difficulties that I had, not just in judo, but maybe also in my life. So the best advice that she gives me always is train harder. Finally, how are you going to celebrate becoming a two-time world medalist? Qysh do me festu medaljen e dytë botërore? Nuk e di një herë, e di që masi që ta kry këtë du me shku me hongër buk një herë mirë, që kam nevojë, se sot s'kam hongër të krejt ditën, dhe me ekipin të jam normal, me trenerin tonin, Malinë dhe këtë ekipin tjetër, normal. First of all I know is that I'm going to eat, because I'm really hungry. I didn't eat anything today. And after, of course, I'm going to celebrate with my coaches, Tony, Majlinda, and of course the rest of the team. Thank you very much, Laura. Congratulations. Thank you.